Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Albykej dhe mirë se vini në emisionin Universal. Shikues të nderuar, përfshirja e diasporës në procesin e zgjedhjeve në Shqipëri me mundësimin e votës ka bërë që jo vetëm partitë politike të kenë një interes kundrejt diasporës, kundrejt votës së tyre, por dhe diaspora të ketë një interes dhe të shfaqin një ambicie për të përfshirë në politikën shqiptare. Dhe pikërisht në këtë kuadër unë kam sonte një të ftuar i cili është një djalë i ri në politikë, por që edhe është dhe kandidon në siglen e një partie të re e cila është Aleanca Kombëtare Shqiptare. Dhe kam në studio sonte Elvis Rexhmatin, i cili po kandidon pra siç e thash në siglen e Aleancës Kombëtare Shqiptare dhe me cilin do të zhvillojmë një bisedë sonte për të parë se cilët janë interesat e tij për politikën, pse është i përfshirë në politikë, ndryshimet që dëshiron dhe angazhohet që të jap kontributin për të bërë atje në Shqipëri dhe kam kënaqësinë ta kem sonte zoti Rexhmati, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Universal të në Albykej TV në Londër. Martin, mirëmbrëma gjithë shikuesve, faleminderit që na ftut këtu. Zoti Rexhmati, pyetja e parë që do doja të drejtoja është duke qenë se jeni i ri, duke u përfshirë në politikë, shpeshherë politika u jep një jehon njerëzve cilët nuk janë mbas edhe aq të njohur për publikun, sidomos për atë në Shqipëri, duke qenë se ju keni jetuar në diasporë për një kohë shumë të gjatë, do doja t'ju jepja mundësinë që të prezantoni vetveten se kush jeni ju dhe mbase do kemi kohë dhe më pas për të parë dhe përse jeni përfshirë në Aleancën Kombëtare Shqiptare, por kryesisht përse ju ka lindur ideja që të përfshiheni në politikë. Unë jam Elvis Ali Rexhmati, jam nga Kugsi, lindër rreth në Kugs, se qyteti kam marrë pas disa vitesh në vitin 1999 në Angli, ku kam ndjek studimet. Kam ndjek studimet për economic dhe management tek Royal Holloway, University of London. Pastaj kam pasu me një master me Industrial and Financial Economics, po ashtu te Royal Holloway në 2019. Më pas kam ndjek një karrierë dyfisht në NHS, në shëndetësi dhe në politika ndërkombëtare të zhvillimit ekonomik. Këtu kam që thash që në 99-ën dhe duke parë gjendjen e vendit, duke parë kushtet që është vendi dhe duke ndjerë një përgjegjësi morale, erdhi momenti që u përfshira edhe unë në këtë lëvizje, këtë fushat, pikërisht me Aleancën Kombëtare Shqiptare, pas një reflektimi të thellë personal dhe profesional. Sepse me të vërtet i ri në krahasim me shumë tjerë, po nga ana e moshës mbi 40 vjeç besoj që i pjekum dhe gati me dhënë kontribut. Absolutisht. Zoti Rexhmati, ju keni pasur mundësinë që të zgjidhni nga një morje e madhe partish politike, siç janë në Shqipëri, ne gjithë dimë që ka një numër pa fund do thoja të partive politike, pra një numër shumë të madh të partive politike që janë të regjistruar në Shqipëri dhe që janë të regjistruar për zgjedhje në zgjedhjet e ardhshme të 11 majit. Pse pikërisht vendosët të zgjidhni Aleancën Kombëtare Shqiptare kundrejt, nuk e di, një partie tjetër? A ishte një iniciativë juaja apo ishte një ftesë nga zonja e nderuar Elena Koçaçi, e cila është edhe kryetare e Aleancës Kombëtare Shqiptare? Domethënë, ishit i ftuar që të merrni pjesë dhe që të kandidoni, apo ishte një iniciativë e juaja personale? Në bazë të reflektimit thash, me origjinë e lindëm, jam Kukës. Kukësi zakonisht ka qenë një bastion i Partisë Demokratike. Partitë e mëdha për mendimin tim nuk kanë interesat e shqiptarëve në themelus. Nuk përfaqësojnë interesin e shtetit shqiptar për zhvillim. Nuk përfaqësojnë interesat e shqiptarëve. Kam pas lidhje me Partinë Demokratike, me gjithë edhe partitë e tjera. Në para 2013 kam qenë edhe i ftuar për u punësu nga qeveria e atëhershme socialiste. Si thash, Kuksi me dekada, edhe para pluralizmit, ka qenë në bazë reflektimit tim,
po edhe të danave statistikore, ka qenë sa herë i anashkalum, i injorum, i harrum, besoj. Për fat keq, kjo nuk ndryshoj, edhe pse fryma për ndryshim ishte, Kuksi u la pas dore, kështu që partit, po i quajmë partit e mëdhaja, nuk ofronin diçka që ishte paralel me ato vlerat që kam. Nuk kisha përputhje, nuk kisha besim to, nuk kam besim to. Ishte ftesa e zonjës Koçaqi, që jam shumë mirënjohës. E kam njoft parë se ta njofsha personalisht, kam edhe disa libra të saj. Më pëlqen mënyra e prezantimit, kërkimit, e publikimeve që ka bo, dhe është koha për ndryshim. Partitë që kanë pas pushtetin deri në sot, me fjalë tjera, ka marru filmi tyre. Duhet një film i ri. Edhe sot jam këtu për të dhënë, për të kontribu. Nuk e bëj për interesa personale ose përfitime personale, por është ndjej e thellë përgjegjësi morale që ka ardhur koha me ungrit edhe me thënë jam këtu për kontribut. Qartë. Jemi tashmë në fushat, dhe ju keni dhe një spot tuaj në të fushatës elektorale, përpara se të vazhdojmë me intervistën dhe me bisedën tonë për të eksploruar dhe më shumë mbi zgjedhjen tuaj mbi gjërat tjera që kanë lidhje me fushatën, me partinë edhe me Shqipërinë, por dhe me diasporën, do doja që për shikuesit e televizionit të shikonim një spot të fushatës suaj. Faleminderit. Të dashur bashkëqytetar Qarkut Kuksit, jam këtu para jush, jo si politikan, por si biri i këtij vendi, një person që e njeh dhe i mjetuar, që e njeh dashurinë për këtë tokë, dhe ka ardhur koha që nuk mund të ndaj më duar kryq. Teksa Qarku Kuksit është praktis, teksa Shqipëria rrezikon shuhet. Unë jam rritur me mundim, me thjeshtësinë dhe krenarinë e njerëzve tanë. Kam ndjekur arsimin deri në nivelin e masterit dhe kam ndërtuar një karrierë të suksesshme në Londër, në zemrën e botës ekonomike dhe diplomatike. Po asnjë arritje, asnjë titull nuk ka vlerë për mua nëse nuk i vën punë për të ndihmuar vendin tim, për të qenë zëri juaj në kuvend, në Tiranë dhe në çdo skenë ndërkombëtare. Por ajo që më jep kuraje dhe guxim për të marrë përsipër këtë përgjegjësi të madhe, këtë privilegj të madh, është përvoja ime. Për më shumë se 15 vite kam punuar dhe ndërtuar ekspertizë në shëndetësi, në arsim dhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Në shëndetësi kam parë nga afër se si ndërtohet një sistem që shërben çdo qytetari. Në arsim ku kam ndjekur reforma që vënë në qendër fëmijën dhe cilësinë e arsimit si objektiva qendrore. Në marrëdhënie ndërkombëtare ku kam përforcuar politika, ide dhe njerëz për te kufive ndërkombëtar, me dignitet dhe profesionalizëm. Kjo përvojë gjatë dhe shumë dimensionale më jep sigurinë që jo vetëm e njoh terrenin, por edhe që mund të heci me hapa të sigurt. Kuksi sot është një ndër rajonet më të varfra në Europë, me fuqi plese vetëm 10 deri në 20% të mesatarës së Bashkimit Evropian. Kjo nuk është rastësi, nuk ka aksidente që zgjasin 35 djemt. Kjo është strategji e politikës neglizhuese të Qarkut Kuksit. Partitë që kanë sunduar këtë vend e kanë baktisur Qarkun e Kuksit. Ju kanë harruar. Sot në Qarkun e Kuksit nuk kemi mjek të mjaftueshëm, nuk kemi kirurg të mjaftueshëm, nuk kemi infermierë të mjaftueshme. Ka qendra shëndetësore që nuk mund bëjnë dot as analizat më të thjeshta të gjakut. Kur dikush smuhet, lutet që të mos përkeqësohet sepse nuk ka kush ta ndihmojë. Në shkolla, fëmijët tanë nuk nisin ditën me mësim, por me dru në dorë, duke ndezur sobën, duke luftuar të ftoftin. A është kjo Shqipëria që duam? A është ky shekulli 21 që na premtuan? Sa për punë që ofrojnë, janë punë me paga të ulta, pa perspektivë, pa zhvillim personal. Këto janë strategji që shohin Qarkun e Kuksit dhe banorët e tij si qytetar të dorës dytë. Dhe ku nuk ka shpresë, rinia ikën në emigrim, duke lënë pas prindër, gjyshër dhe fshatra që po bëshatisin ditë për ditë. Unë nuk mund pranoj më këtë padrejtësi.
Unë do të përfaqësoj qarkun e Kukësit, jo me interesa personale, jo me pazare, po me shpirtin dhe zërin e çdo qytetari që ndjehet i harruar. Synimi im është i qartë, të sjell investimet ndeshme, të krijoj punë me vlerë, të ndërtojmë një shëndetësi funksionale dhe të reformoj marrësimin, të përgatis brezat për të ardhmen, jo për emigrim. Ndërkohë, në nivelin kombëtar, Shqipëria po përballet me rrezikun më të madh që nga rënja diktaturës. Udhëhecit e partive të mëdha janë nën hetime për korrupsion, për vjedhje dhe aferat pafundme. Njëri kërkon të bëjë shtet brenda shtetit, tjetri jep territore detare. A është kjo mbrojtja e pavarësisë tonë, ajo që u fitua me gjakun e parëve tonë? Ata nuk kanë më as vizion, as besueshmëri. Ndërsa NATO, ku kemi mbështetur të gjithë strategjinë tonë të sigurisë, gjendet në krizë. Shqipëria është e zhveshur, e pambrojtur, e pa aftë të përballet me sfidat e reja. Të dashur miq, nuk dua të jemi një vend që vetëm lyp tek BE-ja dhe ndërkombëtarët ndihmë dhe kredi. Dua që Shqipëria të ngrihet vetë, me krenari, me standarde që e bëjnë të barabartë me të tjerët. Por kjo nuk vjen me politikën e vjetër, vjen me ndërgjegje të re. Kukësi është në zemrën time, Shqipëria është përgjithësia ime. Me 11 maj, le të kthem zemrimin në veprim. Le të zgjedhim dinjitetin, le të zgjedhim punën, le të zgjedhim një përfaqësim të vërtetë. Unë jam këtu, me përvojë, me përgatitje, me guxim, gati për t'u përfaqësuar, gati për të luftuar për qarkun e Kukësit, për Shqipërinë, me dinjitet, në çdo arenë. Me 11 maj, votoni Aleancën Kombëtare Shqiptare. Zoti Rishmati, një spot i bukur për vështirave më bëri përshtypje dhe bukuria e Kukësit në fakt. Po për te kësaj, ajo që të doja t'ju pyesja është, ju shpalosni aty eksperiencën tuaj, shkollimin tuaj, e tjera, siç e thatë në fillim të intervistës këtu në Britaninë e Madhe. Si mendoni se do ta eksportoni këtë eksperiencë dhe do ta implementoni këtë eksperiencë në Shqipëri, në qoftë se ju do zgjidheni deputet i parlamentit të ardhshëm në Shqipëri? Kukësi një rrafshja lumës, krahina kryesore, njën për njerëz të urtë, njerëz zgjuar të urtë, por edhe trima. Eksperienca, ne e dim që çdo gjë nuk bëhet vetëm. Kjo do bëhet me bashkëpunim. Kjo është edhe qëllimi i Aleancës Kombëtare, që të bashkëpunojmë për përparim, së bashku, gjithë. Sepse kur vjen puna e fundit, ne si popull nuk jemi shumë. Domethënë kemi nevojë për çdo mendje, për çdo kam e dorë që na vjen për të ndihmuar. Përvoja që kam arrit me përfitu në këtë vend, e ka instaluar edhe këtë ndjetë bashkëpunimi, sepse na duhen të gjithë. Përvoja më ka kushtuar mu vite për të përfitu, besoj që do të më kushtoj edhe mu vite për ta instalu si në Kukës, po ashtu edhe në Shqipëri. Kështu që kërkon, si thonë në lumë, duhet harxh me bo dasëm, Patjetër. duhen shumë gjana, kështu që kërkoj, nuk bazohet vetëm te përvoja ime, por kërkohet edhe bashkëpunim me tjerë. Për këta besoj, për mene bukuritë e Kukësit, jo vetëm Kukësi, por gjithë Shqipënia është e mrekullueshme. Edhe kemi njerëz, kemi talent, po kërkojnë mënyra ku të lullëzojnë, vend ku të lullëzojnë. Domethënë, gjëja që na mungon është mjedisi i duhur për njerëz që duan që të ndihmojnë, që të kontribuojnë, që të ndërtojnë, për më dhanë mundësia me dhanë kontributin në këtë mënyrë. Ju keni lindur në Kukës, sa po thatë që keni migruar në Britani të Madhe pak para vitit 2000, pra 99, nëse gaboj, siç thatë. Është një periudhë gati mbi 25 vjeçare që jetoni në Britaninë e Madhe, që do thotë ju keni kaluar pjesën më të madhe të jetës suaj në Britaninë e Madhe. Përveç se faktit që jeni lindur atje, sa e njihni Kukësin, sa jeni jo vetëm thjesht në ndjeni, por sa jeni, si thuash, sa e ndjeni hallet, nevojat e problematikat e Kukësit, përveç se i njihni ato, sepse një gjë tjetër është t'i njohësh, një gjë tjetër është t'i ndjesh ato, për të munduar të bësh një ndryshim nëse nesër, pra me 11 maj do zgjidheni deputet.
A jeni ndjeni të gjithë çfarë ndodh, sepse ka një perceptim, ka një perceptim që shqiptarët e diasporës nuk janë aq të azhurnuar me jetën e përditshme në Shqipëri. Ju sa i azhurnuar jeni me jetën e përditshme në Shqipëri dhe konkretisht në Kukës? Po, tash ta kapim nga fillimi, unë tash rrati kam Kukës, mbi emrin e Rexhmati. Baba im Alia është nga fshati Mholaj, Mustafa e Bice, Kukës. Stërnip, do të thonë dajt e babës janë në Dome, Ujmisht, nga nana jam nip në Nang, në Doq, nipi Tahir Doqit, stërnip në Elez, familja vjetër kuksiane. Një ndër arsyet që më boni me dal, më kandidu për deputet, është duhet citoj betejën e Kaçanikut, që shumë veta nuk e din, ose nuk mësohet për shkak politikës vjetër, që akoma sundon. Betejë e Kaçanikut ka ndodhur në vitin 1910. Padashje për na fut në histori. Sepse edhe kryetaria juaj është historian, Jo, historia është ajo që na tregon kush jemi. Absolutisht. Më rëndësishmja se si na shohim. Jo, e drejtë. Kështu që në 1910-ën të partë e mi kanë luftu. Unë jam ushqyer me ndjenja patriotike, me dasht vendin. Domethënë me bo mirë, mos me lan kush me ty në hak e tjerë, me vlera që besoj ka çdo familje shqiptare. Kur ka ardhur me betejën e Kaçanikut, kur ka ardhur fjala si vinte atëherë për më organizu për luftë, është ditë që forcat sulmuese, serbe, bullgare, kush kanë qenë më të forta. Por kur vëzhguesit ndërkombëtar, se edhe atëherë ka pas vëzhgues ndërkombëtar ku ishin vendet mbas popullsisë, thonin kjo është greke, kjo është turke, kjo është serbe etj. Ama edhe ka pas shfarosjet mëdha popullsisë shqiptare. Të parë tanë vendosën që të luftohet. Arsyeja që të luftohet sepse të derdhet gjak. Sepse po derdh gjak, atëherë del pyetja, nëse kjo është siç thuhet, ai serbe, pse është derdh gjak shqiptarit këtu? Edhe për këtë arsye është edhe një ndër arsyet pse unë zgjolla që çndroj, sepse njerëzit thonë, po nuk pat ç'a me votu tjetër. Nga ana tjetër, duhet përmendni edhe punën e luftës Lumës në 1912, që prap nuk dihet ku një ushtërietan serbe është asgjësu nga Lumjant, Hasjant e Dibrant në vitin 1912, që për mendimin tim, po mos ishte ajo luftë që ndali hovin e ushtërisë serbe, besoj që as pavarësia e Shqipërisë nuk do të kishte ndodhur. Tashi, sa jam unë i lidhur me Kuksin. Pavarësinë e morëm nga e morëm, po ishte fillimisht ishte me qenë Durrës, pastaj nga turqit, jo nga serbët. Drejt, po ishte ideja që ato po sulmonin. A kanë luftuar Lumjant edhe kundrejt turqve apo vetëm kundrejt serbëve? Besoj që kanë luftuar Lumjant kur është bërë lidhja Prizrenit, po shkoi te shtëpia e lidhjes Prizrenit, i shef trimat shqiptar, Lumjan, Ramadan Zaskoc etj. Që kanë marrë rendin, kanë bërë në mënyrë të sigurt që më ndodh lidhja shqiptare Prizrenit. Edhe lidhja me Kuksin tash është e thellë, jo vetëm me Kuksin, por edhe me qarkun e Kuksit. Baba im ka punu në hidrocentralën e Fjesës, ka qenë gjeolog, një vëlla ka lind atje. Kemi pas lidhje familjare, kemi kumari, ato prindët e mi kanë jetu në Lek Bibaj, kemi lidhje kumarore me familjen e Kol Pep Kolës, që kemi thirrë ndasma në morte, na kanë thirrë, i kemi shku. Siç është tradita, pothuajse pjesë e familjes. Pikërisht, ato kanë qenë familje, domethënë kemi pa hyrje dalje. Me Hasin, Hasi Afrika qenë, po në 99 unë kam punu si përkthyes. Edhe një ndër organizatat që kam punu ka qenë International Medical Corps, që shpërndanim ilaçe. Kam shpërndar ilaçe nga fshatat më të thella, si të Kuksit edhe të Hasit. Ai di problemet e Kuksit. Unë hala kam familje në Kukës, nana, jeton atje, po ashtu edhe i vëlla. Po. Shkoj. Dhe besoj e vizitoni Kukësin. Absolutisht shkoj her pas here, i shoh, i heci ato rrugë që jam rriq, i vizitoj fshatat e parëve të mi, vizitoj fshatat e dajve, i njoh, i shoh. Përmenda që fuqia blerëse e Kukësit, tash janë me statistika që mund t'i vem pak pikpyetje. Është ka një të vërtetë. Është shumë e vërtetë, se po të shkosh atje e shef.
fuqia blerëse paga mesatar afro 400.000 lekë në muaj. Tashi, po të bësh një dietë. Si gjithandaj në Shqipëri, edhe në Kuks, apo ja? Del po Kuksi është, kur vjen në rajonet më të varfra, është i pari, si qark. Qartë, Si qark. ju kuptoj. Më thanë, po folim, po hoqe qenda qytet, më thanë, baramësor, Krum e Kukës, fshatat janë edhe më keq. Më thanë, është një çandikon kjo që edhe me statistikat e Instatit, mbi 37% popullsisë Kuksit, është e varur nga ndihma ekonomike, asistencë sociale. Qartë. Ndikim tjetër, shokus, 25% e fëmijëve nga 6 muaj në 49 muaj janë anemik. Nga që janë të keq ushqyp. Nuk ka një dietë që u lejon zhvillim të plot. Qartë. Po mos folim që dritat e ujë e tjerë. Ka mungesë? Vazhdon. Akoma vazhdon. Për fat keq, gjoja ironike që është u myt Kuksi, Hasi, e Tropoja, e Dibra, këto zona akoma vuajnë për drita. Thash, përmena mjekësinë, po të shkosh te faqja e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë, e sheh listën për doktora, për infermierë, për spitalin e Kuksit. Tash unë punoj në mjekësi, punoj në image diagnostic me radiografi e tjerë, kur një koleg, që është qesharake, po është e hidhur, kur vizituan Kuksin, është një raport i organizatës shtetësore mjekësore. Një kolegi juaj nga Londra. Nga Londra, më tha, shife, kur bën inspektimet të ekuipazhit për radiografi, kishte pas ekuipazh që thanë këto i përkasin muzeut. Është qesharake, po është edhe dhimbshme, sepse këto lëshojnë rreze të dëmshme për trupin. Është një që i shef. Nga ana tjetër, kam pas fatin që me bashkëpunim të disa patriotëve këtu në Londër, kam dërgu disa herë lodra për kopshte, në fshatra ndryshme, edhe qytetit Kuksit. Jo, e mirë kjo. Po mundohem me bo diçka. Më thanë, e vizitoj Kuksin shpesh, e di, e i shof, na i thona bëj seri, shoh me një habi, nga që nuk mundem minimu gjithë, nuk mund të flas, po pse ju kështu, po pse ju kaq, po më dhem shpirti. Do të thënë e ndjeni se çfarë vlon gjaku. Ndodh atje. Absolutisht. E ndjeni dhe po themi në një farë niveli atë përpambetjen për cilin po flisti ju, jo të nivelit të kuksianëve, po të nivelit jetesës, i cili nuk është për fajin e kuksianëve, po është për fajin e keqeverisjes, të po thoni apo jo? Absolutisht. Njerëzit atje duan me punu. Qoftë burra, qoftë gra. Po ama nuk ka vende pune. Tashi, dikush mund thush, po merre diçka shite, bëne diçka shite. Kjo arrin deri fare niveli. Pastaj duhet ndërhyrje strategjike nga qeveria për të kriju një farë, si ta them, zinxhir, si lëndë parë, lëndë dytë, teknologji, dije, marketing, eksport e tjerë. Kjo nuk mund t'ia vesh barr kompanive të vogla ose njerëzve që akoma nuk dinë etj. Ka pasur një financim nga ambasada britanike në Shqipëri, sa fonde më duket për të rinjt, jeni ndjeni dhe sa kanë ndikuar pozitivisht tek kuksianët, tek të rinjt e Kuksit? Jemi ndjeni, po ne nëse i themi vetes Shqipëri, e pavarur, shtet sovran, është turp, me gjitha ato pasuri që kemi, natyrore, e njerëzore, që akoma të marrim fonde, me qenë fonde bashkëpunimi është gjohë tjetër, po këte janë fonde lëmoshe. Ti quan lëmoshe? Po natyrisht. Okay. Ne do t'jemi mirënjohës gjithë atyre që japin fonde. Po ama, të lutem, t'i themi për që është, sepse është fundja funit, është sikur me lëshu një gotë ujë në shkretirë. Nuk mund bie gjo. Edhe ne nuk jemi përgjegjësi e tjerëve. Ne du ta bëjmë vetë. Kjo ka qenë një iniciativë për të paradaluar edhe shpopullimin e Kuksit kryesisht
besoj që jeni ndjenis që Kuksi është një nga zonat me një emigrim më të lartë në krahasim me qarqet e tjera në Shqipëri, kryesisht drejt Britanisë së Madhe. Ju si e konstatoni këtë? E shikoni këtë shpopullim në krahasim me çfarë keni parë përpara se ju ta lini Shqipërinë, apo në krahasim me që keni parë edhe përgjatë viteve pas vitit 2000 kur ju keni filluar të vizitoni vendin tuaj tashmë si rezident në Britaninë e Madhe, por që në base e shikoni diferencën përgjatë viteve se si është shpopulluar Kuksi, ashtu se gjithë Shqipëria, por kryesisht Kuksi për cilin po flasim tani. Është e njëjta arsye që pas rënies komunizmit u dyndën shqiptar nga kudo që ishin, sidomos nga zonat e thella rurale për në qytete. Arsyeja sepse nuk kishte infrastrukturë. Nuk kishte infrastrukturë, domethënë rrugë, nuk kishte infrastrukturë mjekësore, nuk kishte infrastrukturë shoqërore, nuk kishte rrjet, si thonë ne, sociale. Do thënë, largimi i parë i kuksianëve ka qenë drejt zonave Tiranë, Durrës, si Tirana për shembull. Kudo. Përpara se të largoheshin edhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo Britania. Mas 92-shin u mbushën shumë zona si Kamze, etj. Durrës, Katuni i Ri, etj. Domethënë është reagim normal. Ato që ishin Durrës në Tiranë, ikën në Greqia, ikën në Itali, ato ikën jo që doshin të linin vendin. Ikën për një mundësi ekonomike, për një jetesë më të mirë, për fëmijët. Edhe më e keqja që mu më shqetëson shumë. Sot më përpara thoshin hajde se do të kthehesh. Më hajde birë, hajde. Tash i ke prind që thon shko e mos hajde mo. Shko e mos hajde mo. Tash edhe ritmi i të kurrjes popullsisë, është tmerrus. Frikshëm. E frikshëm sepse po implodon Shqipëria. Në mënyrë drastike. Më e keqja është që është e imponuar nga keqçeverisja. Dhe pikërisht ku ja vëni fajin ju më tepër, sepse përgjatë viteve që ju keni jetuar këtej, po që kanë qenë edhe vitet, si thuash, më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit të Shqipërisë dhe politikë bërjes pas viteve 2000, kë fajsoni më tepër ju për keqçeverisin që ka shkaktuar edhe shpopullimin e Kuksit, qoftë kundrejt Tiranës kryesisht po themi, por edhe kundrejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe? Jam e them me bindje të plot. E them me bindje të plot që është keqçeverisja, shpërdorimit detyrës shtetit, zyrës shtetit. Shteti po kemi pasur disa, ka pasur relacione politike ndërkohë. Ja veni fajin dikuj në veçanti apo e ndani mes smajtës dhe djathtës? Jo, për mendimin tim nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim. Absolutisht. Janë përgjegjëse që të dyja. Folim atë që është politika shqiptare nuk ka kuptim mirëfillt politike. Nga ana e ideologjisë. Për shembull, morëm të majtën, partitë e majta zakonisht janë parti që mbështesin krahun e punës dhe shkëmbejnë atë ritmin e papunësisë me inflacionin çik më të lartë. Laboristja ose laboristët këtu ose Partia Demokratike në Amerikë, kurse konservativët janë për të mbrojtë pronën. Domethënë me majt çmimet në mënyrë stabil kundrejt një papunësie çik më të lartë. Tash themi edhe që është pas komunizmit, që komunisti e kishte ideologjinë e qartë, partitë që janë sot në pushtet nuk kanë ideologji të mirëfillta. Në letra thonë, po në shkak ku i shef ato statistikat, jo. Kujt ja vën fajin është sikur me bosh një post-mortem, domethënë një pas vdekje. Halli është që ne jemi ku jemi si shtet. Populli po voton, si thonë anglisht, me kam, po ikin, po largohen. Po largohen për shkak të skamjes. Për shkak të skamjes. Po lanë vendin e vet. Për shkak të skamjes. Tash e kanë lanë. Faktikisht Shqipëria ka pas emigrim jashtë sa herë, po këto vitet e fundit janë alarmante. Më e keqja është që
Para shumë ju farsoni qeverinë aktuale për largimin më masiv. Duke nisur nga ajo që tha. Si pozita dhe opozita për mua janë bashkëfajtor, sepse me qenë një opozitë fort e bën atë rolin e opozitës në mënyrë aq mirëfillt, saqë nuk e lën qeverinë që të bëjë si doje, ose ato që qeverisin. Tash po ta shohim se si erdhën, ta kapim, dalim çik më thellë puna historisë, t'jemi më se kështu thellët. Partia Komuniste Shqiptare u themelu nga Partia Komuniste Jugoslave. Ndroi emrin e tjerë, po ka dokumenta historike që nuk e diskutojnë këta. Partia Punës Shqipërisë ndroi emrin nga Partia Socialiste, ama vazhduan të njëjtën njerëz. Ishin njëta brez, domethënë the conveyor belt, ai rrypi i prodhimit vazhdoi. Po në këtë kontekst edhe Partia Demokratike ka pasur Partia Demokratike nga Partia Punës. Partia Demokratike mund të thush që ka ndodhur një subversion. Sepse po të ishte fryma ideale Partisë Demokratike për ndryshim, për zhvillim, do të ishte vendos kësaj punës zhvillimit me arrit që po arrin bota. Po ne akoma bëjmë me gisht me janë tjetrin, kur bota po ecën. Ne kemi njerëz tonë, citojmë që në shkallë botërore, po arrin jashtë shtetit. Dhe kjo, qeveria është në mandatën e tretë, po përfundon mandatën e tretë sepse u bashku me fillim ishte me LSI-n, pastaj ndodhe që ndodhe në Partinë Demokratike, dogjen mandate, djegja mandate ka qenë një ndër faktorët që më ka dhënë mu shtytje larg Partisë Demokratike, sepse në fush betej gjëja më e keqe që mund të bëhet është braktisja. Në betej, mu largu, me kthy shpinën, jo, të lutem, është e pafalshme. Mund të thush po opozita, edhe opozita kur zgjodhen atëherë ish kryetarin e opozitës, që tash ka partitë vetën, nuk ishte ka mirëfillt. Kishte tjerë që mund ishin më të aftë, po nuk u anashkalun. Edhe në këtë aspekt ti mund të thush që trajtohet si pronë private. Nuk është çështje ideologjie apo meritokracie. A trajtohen kështu gjitha partitë politike në Shqipëri? Nuk mund të flas për atë. Unë me Aleancën Kombëtare Shqiptare kam pas tieni për Elen, si akademike, si zë i kthjellët, i qartë, edhe konstant. Nuk ka pas ndryshime në qëndrimet e saj. Pajtohem edhe rezonon shumë ajo çfarë thot. Edhe më them drejtën për këtë u bashkova me Elenin. Është edhe pastërtia e integritetit, e figurës, nuk është e implikuar, nuk është e komprometuar. Them edhe që është, se të paktën kur të folesh me diçka, po të jesh i kompromentuar, je i zbehur. Edhe e vetë censuron. Kjo në shkallë ndërkombëtare është shumë e rëndë. Edhe nuk mund të kesh, domethënë, një angazhim të jashtëm kur je komprometuar. Se fundit ta thonë troç, nuk kemi nevojë për leksione kur vetë je si e kërkon. Unë kam pas rastin që të kem një intervistë, sigurisht nëpërmes Skype-it, me kryetarin e Aleancës Kombëtare Shqiptare, zonë Elena Kusaçi. I kam drejtuar në fakt një njëjtën pyetje. Aleanca Kombëtare Shqiptare është farë normale duke nisur nga emri që të bëhen lidhjet edhe me një farë patriotizmi, nacionalizmi, nuk e di si njerëzit mund ta perceptojnë, po pyetja ime është, a është një parti nacionaliste apo thjesht emri koncidon dhe mund të japin si të është indicje të karakterit nacional. Atëherë ta dajmë këtë patriotike nacionaliste. E para jemi vend shumë i vogël. Historikisht kemi qenë sa herë të pushtuar, të sulmuar, të luftuar, tjerë. Më thënë, për ne nacionalizmi nuk ka të njëjtën vlerë ose të njëjtën drejtim siç kanë historikisht, se nuk po përmendin shtete. Kjo për mua është sinonim me dashur vendin. Domethënë me qenë pro patria për
atë dheun. Po ta marrëm ashtu. Me bo për atë dheun. Ne kemi besime të ndryshme, kraina të ndryshme, tjerë. Kush në Shqipëri nuk është sulmu sepse i ka thënë vetit diçka tjetër, qose ka tepru nga ana shoqërore ka bëu një gjë. Nuk besoj që është as perceptimi dhe unë nuk e kam tek si thua është diversiteti brenda Shqipërisë cili është i pranueshëm edhe i kuptueshëm nga gjithë, më tepër nga siç mund shifet ndoshta edhe nga tuajt, edhe fakti që nëse shikohet si një parti nacionaliste më tepër si thua do jetë votuar nga ata që janë më tepër nacionalist se sa patriotik, si thua, pra në atë kontekstin jo, s'do thoj ato rrjetjes së asnjëherë, po si thua të shikimit të kombeve tjera ndryshe apo si kombi shqiptar në një perspektivë tjetër, nuk e di. Absolutisht jo, nuk ka nënçmime. Thjesht për ta sqaruar. Jo, nuk ka nënçmime ndaj atyre që quajnë veten diçka tjetër, jo shqiptar, po jetojnë në Shqipëri. Fakti që është aleancë, do të thënë tregon bashkëpunim, që duhet bashkëpunojmë gjithë. Historia e Shqipërisë është histori e hidhur, dhe ky emër mund kishte qenë diçka tjetër, po ama është rezultat i pakënaqësisë ndaj keqeverisjes, ndaj shpërdorimit të detyrës të zyrës lartë të shtetit, e në vijim, duke dërguar vendin në këtë gjendje që është. Që kërkon një rritje në standard kombëtar. Që kërkon një rritje në standard kombëtar në çdo aspekt, duke nisë nga mirëqenia, nga infrastruktura shoqërore, nga infrastruktura fizike, ndaj ekonomisë, ndaj arsimit, ndaj teknologjisë, kudo. Edhe kjo do të ishte mirë, thashë, nuk jemi i vend kush e di se sa. Jemi tani për tani 2.5 milion zyrtarisht. Mund debatohet, por nuk jemi shumë. Në Londër, për shembull, janë afro 9 milion banor. Mund fusish në Shqipërinë 3-4 herë. Patjetër. Do të thënë, emri është për mendimin tim tash është rezultat i duke qenë i pakënaqur ndaj çka ka ndodhur si rezultat i 35 viteve. Por si parti e re dhe në një kohë kur diaspora voton edhe një emër i gjetur. Tash duhet me tingëllu. Unë ty flasim shqip sepse mirëm i vesh. Flasim edhe anglisht ose i gjuhë tjetër se mirëm i vesh. Duhet me komuniku. Ama është më së e qartë, Elena ka një rekord të shkëlqyshëm kur vjen nga ana e publikimeve, kërkimeve historike. Edhe duhet të ishte e natyrshme që të kishte një emër tillë. Do të ishte gabim për mendimin tim, nëse do të kishte një emër tjetër. Por lini këtë edhe me qëndrimet e saj si historiane. Pajtohem. Elena Koçaçi nuk është një emër i panjohur për shqiptarët. Jo, pajtohem. Unë si e kam njoft më përpara se është bërë shpallja. Po. Kam bler librat e saj, domethënë nuk e më përpara, pastaj kur ka ndodhur që mund ta konsiderosh, kam diskutuar, kemi bërë muhabet, kemi shqyrtuar gjana, ku piqemi, nëse spiqemi, pse spiqemi, kemi rënë dakord. Okej. Dhe ti kthehemi edhe një herë fushatës. Po. Si që thash parë, dhe jemi tashmë në fushatë, zyrtarisht. Megjithëse në Shqipëri fillon edhe më parë se sa të bëhet zyrtare. Si po ju shkon ju fushata? Ku jeni përqendruar më shumë? Po bëni fushat vetëm në diasporë, apo dhe në Shqipëri, po kombinonin të dyja, nuk e di. Jemi sinqert, jemi parti e re, nuk kemi forca ekonomike, si që kanë partitë e tjera. Nuk kemi, domethënë, infrastruktura, si që kanë partitë e tjera. Për shkak se edhe kjo ka të ndikojë sepse gjithë gjo u ratifiku pothuajse 2 ditë para mbylljes të futjes kandidatëve në Komitetin Qendror të Zgjedhjeve. Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit. Edhe nuk kishte kohë për të bërë një infrastrukturë të mirëfillt. Fushata ime tani për tani është përqendruar nga diaspora.
nëpërmjet rrjeteve sociale, komunikoj, nëpërmjet telefonit, komunikoj me njerëz nga qarku Kukësit. Jam breslans, kam shpresë, sepse pavarësisht se shumë të njerëz nuk dalin duke u shpreh, ama më kanë thënë shqyqyr si ka dalë një. Më kanë thënë edhe të afërmit, nëpërmjet lidhjeve tyre, më kanë thënë a ke lidhje me filanin? Po, e kam gjuhë, paktën di me fol. Sepse ka të bëjë edhe kjo, se jo për ta thash Kukësi, përmena Kukësi e shpëtoi Shqipërinë. Edhe e them, domethënë mund të hyjë dikush me bë debat me mua, po është Shefshet Hoxha, janë shumë në sens, pa dashur të futemi në debat. Jo, ka shumë historian kuksian që mund të mbështesin për këtë që them, se unë kam bazuar këto në librat e tyre, që Kukësi shpëtoi Shqipërinë në 1912 me luftën e Lumës. Kukësi e tjerë ndryqoj Shqipërinë, një brez mrapa me liçenin e Fierëzës e tjerë me digën e Fierëzës. Pastaj Kukësi le të them. Bëri dhe sakrificë, u zhvendos. Shumë. Nëse u harru ajo. Po është edhe kjo tjetër, pas 97-s, jemi koshient ku ka qenë Shqipëria. Si në standard në kombëtar, domethënë në pikpamje kombëtare, po edhe sidomos ndërkombëtare. Pas 97-s, pas tragjedisë, pas shmendurisë 97-s, që është një krim që akoma është, domethënë riverbron, akoma tingëllon, akoma ka pasoja. Kukësi i varfër fizikisht, ekonomikisht, jo shpirtnisht, jo bujarisht, jo me zemër, hapi dyrt për vllazët e modat kosovar. 99-ën. E vërtet. Ka qenë nat Berami, domethënë pas Beramit, ka ardhur ato kolona e parë. Kam qenë te Radio Kukësi. Ka ardhur ato kolona e parë me traktor, me makina etj, 1500 veta. Edhe ka dalë thirrje që Kukësian të hapin dyrt. Edhe nuk e kanë diskutuar mëna gjysore, këtë ato njerëz janë marrë për shtëpia. Prindë mi prindë mi, baba më nanë tim, baba më ramet pas shpirt, më nanë tim kanë thënë, "Çu sa dihet çka na të marrë në familje. Kemi marrë familje për suhareke. 13 fëmijë. Plak, 3 gra, 8 fëmijë. 2 dhomë kuzhinë ka qenë ai apartamenti, si kanë qenë. Ka shkishim. Po, ama jo vetëm si familja jemi, domethënë këtë Kukësi, u mush Kukësi, u mushën shatnat. Edhe kjo të them drejtën, kjo mund të cënon, sepse nuk dihet, nuk njihet. Nuk njihet, domethënë anashkalohet. Si nuk njihet? Nuk njihet. Të tregoj unë, është një politikane e shquar, i thënë shquar se është me partitë e mëdha, Edith Harxhi, si po i zajmën. Edhe ajo citonte se si kur erdhën kosovarët në Korçë, sen e thash oj, thuj Kukësi spari, thuj Kukësi, thuj Hasi, thuj Tropoja, se ne i morëm të parë, 98, kosovarët të drejtën kanë filluar me ardhmë në Korrik 98-s. Me Edith Harxhi, nuk është po, ajo që ta mbroj veten, po besoj që shqiptarët e dinë se ku kosovarët u futën spari, po besoj që është perceptimi jote te Kuksian, po për gjithë shqiptarët që u munduat të ndihmojnë, po sigurisht ju keni drejt se aty u futën spari. Është një, nuk nëse më kupton. Patjetër. Me dekada, event mas eventi, madhështor, kalova lumin. Jo, të lutem, qeveria shqiptare ka borxhe të mëdha ndaj Kukësit. Por e kundërta ndodh. Edhe kjo për mua është padrejtësi. Tash jo për mu vu gisht asen, po thash, s'du me bon post-mortem. Deri situata është si është, sepse nuk ka pas angazhim pozitiv me njerëz të Kukësit, me zonën e Kukësit e tjerë. E kanë harru, e kanë neglizhu. Qoftë me dashje, qoftë pa dashje. Ju thoni edhe në spot që pam më parë që Kukësi është harruar. Po. A mendoni që Kukësi është harruar më shumë se sa qarqet e tjera të Shqipërisë? Po, është më i varfër në Shqipëri. Nëse bisedojmë, nuk e di, me pjesë të qarkut të Shkodrës, po dhe qarku i Shkodrës përgjithësi, mund të them. Edhe ato janë harruar. Janë harruar. Edhe ato janë harruar. Por dhe qarqet e tjera të Shqipërisë mund të thonë se është harruar. Mund të thonë që vëmendja apo përgjendrimi kryesor është kushtuar Tiranës, Durrësit, po sidomos Tiranës. Po. Nuk është se vetëm
Kuksi është harruar apo mendoni që në fakt Kuksi është harruar më shumë se sa çështjet e tjera të Shqipërisë? Tash del pyetja a e bën me dije apo dije? Jo, cili është edhe perceptimi juaj. Jo, për mendimin tim, për Kuksin është me të dyja, si me dije si pa dije, sepse gjendja ekonomike ka vazhduar në rënje. Gjë më e keqe, që pasi më ardhu, po shikoja disa raporte në mbështetësinë e tjera, mortaliteti i fëmijëve të Kuksit, tash nga mos ushqimi, mos dieta e mirë, mortaliteti i Kuksit për 1000 fëmijë është afro 3 herë asaj mesatarës shqiptare. Okay. Do thënë, është 8.9 në raportin e fundit. Nga organizata shtetërore botërore. Të doja t'ju pyesë se nga organizata shtetërore botërore. E kam raportin, edhe do ta ndaj me shikuesit. Gjo, këto Kuksit, jetë e Kuksit janë më pak se tjerë? Ja, absolutisht. Jo, kështu që po kjo nuk mund të vazhdojë me dekadat, lutem. Domethënë, fëmijët tonë janë një lloj, sikur fëmijët e tjerë. Nënat tona që s'kan, ose nënat, motrat, vajzat tona që nuk kanë mjekësi për gra, ginekologe, obstetrike, infermiere, kanë të njëjtën vlerë si tjerë. Janë vu Tiranës, përmendë Tiranën e Durrës, për mu, them drejtën, nuk ka pas strategji ekonomike për zhvillim. Se po të kapim e zam Estonin apo Lituanin, që kanë dalë aty nga komunizmi, nga ana mirëqenjes, nga ana zhvillimit industrial, janë shumë më përpara. Kurse ne kemi sharru. Kjo është shkallë kombëtare. Po dalë të pyetja që nuk kanë ditë, ose më e keqja, që edhe nuk mund të, domethënë, thuhet që jo, mund të jesë edhe vetë sabotu për shkak të agjendave tjerë. Okay. Ju thatë më parë koha për ndryshim. Kur bëhet fjalë koha për ndryshim, se shpesh herë sidomos ta të rritë në politikë, qoftë të rritë si kandidat si puna juaj, po edhe partitë në përgjithësi thonë koha për ndryshim. Po çfarë do thotë koha për ndryshim? Si do e sjellin ndryshimin partitë e reja? Si do e sjellni ju ndryshimin personalisht? Sepse kontributi juaj personal, se themi ju personalisht mund të thonë, shumë njerëz mund të thonë që dhe nga ata që na shikojnë se çfarë do bësh ti personalisht, se nuk është shumë që mund të bëjë një person personalisht, po nga aty fillon. Pra, çfarë mendoni ju dhe cili është qëndrimi juaj, çfarë qëndrimi do mbani, çfarë mendoni se mund ndryshoni ju sadopak në Shqipëri me lobimin tuaj, me punën tuaj, me zërin tuaj në parlament nëse do zgjidhni ju personalisht, por nëse mund të më thoni edhe se çfarë ndryshimi do sjell Aleanca Kombëtare Shqiptare. Pra, pse duhet votuar Aleanca Kombëtare Shqiptare dhe pse duhet votuar Elvis Rexhmati personalisht? Po të vazhdojmë me analogjinë e mjekësisë. Diagnoza kryesore është për shkaku që ndodhet Shqipëria ku ndodhet, është keq qeverisje. Është keq qeverisje ose mosdija e qeverisjes. Më përpara. Kjo qeveri që është sot ka 3 mandate, akoma vazhdojnë duke anku ankesa që nuk kanë vlerë. Më e keqja, më mallkusja, është që shumë antar edhe përfshirë edhe zëvendës kryeministrin, që është tash jashtë shtetit, po hon del qartas në shkallën e korrupsionit që është. Do të thosh përmendëm dasmën, se pa harxh nuk bëhet dasma me gjys harxhi, sepse qohet vllai i madh dhe thotë që kjo është e imja dhe vazhdoni ju tjerë. Çfarë, ju mendoni që ju jeni harxhi i dasmës? Jo, ne jemi ato që bëjmë hizmetin, bëjmë shërbimin ashtu siç duhet bë. Po duhet dhe harxhi. Duhet harxhi, është harxhi, por nuk menaxhohet mirë, nuk shpërndahet mirë. Domthon, pjesa e parë është mirëqeverisja, zbatimi i detyrës, zbatimi i ligjit. Domthon, me qenë koshient që thesari të jese në shërbim të popullit, të Shqipërisë, të infrastrukturës, të arsimit, të ekonomisë, të sigurisë. Shkurt. Kjo është. Nuk ka kërkim përgjegjësie në mënyrën që duhet. Shkurt. Tashi, ku vjen po ja nisi duke vënë rregull, gjithë ndjekën rregull. Edhe atëherë ne mund të jemi më serioz duke kërkuar
ndihma ekonomike, duke kërku investime strategjike, duke kërku gjëra që na ndihmojnë. Duke u fut në partneritet me tjerë, me shtete tjera, me kompani tjera të ndaja. Kur nuk e ke kredibilitetin, besueshmërinë, atëherë nuk vjen kërkush. Edhe kjo është një arsye pse Shqipëria çalon nga ana e tërheqjeve investimeve. Është edhe kjo tjetër, kam pyet Ilva Ekonomin, ku ka qenë tek House of Lords në 2013, tetor 2013. Edhe I thash, Zoe, cila është strategjia e zhvillimit ekonomik? Edhe ajo më tha, slow food, agrotourism edhe tourism. I thash, më falë Zoe, ne akoma me bujqësi e blegëtërit vazhdojmë? E vini mi prut hujt, me na pas, se si jemi si kop zoologjik, do punu me qe, me vegla antike? Të lutem, ta dim edhe se kush jemi, si karakter, si njerëz, ne e kemi besën, respektojmë mikun, por nuk jemi shqiptar. Nuk e kemi në gjak me qenë shqiptar, nuk e kemi pas asnjëherë. Kështu që ta mbajmë pak dignitetin për kushena. Kemi njerëz po, ekonomia është diçka tjetër. Jo, ja të lutem se duhet besosh në vetë që ta bësh. Po se të vjen marrë, se si nuk vjen mirë, por nga një anë edhe të vret disi se dalin yje kombëtar, dalin yje ndërkombëtar, botëror, në fushat ndryshme, po dalin jashtë shtetit. Në fushat ndryshme, në qoftë mjekësi, qoftë teknologji, qoftë art, qoftë kudo. Edhe nuk dalin, pastaj me pa pik turpi, udhëheqësit e qeverive, partive politike, I marrin këto e thonë, këto janë tonë. Kjo është në mënyrë parazitike. Sepse po merr suksesin e tjetër kujt, edhe po e vesh si tanin. Nuk është petka jote kjo. Të lutem. Po janë shqiptarë. Janë shqiptarë ato, por nuk është produkti I shtetit shqiptar, të lutem. Po si do kthehemi nga brain drain në brain gain? Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Them drejtën. Unë ku shke pasi far kohë do të dal ku aty. Pasi far kohë u ktheva në Shqipëri, kur kam pa babën gjallë, më tha ç'a do më bëj. Se ku kisha është I vogël edhe I shëtit rreth mëna ditës. I thash, a di ç'a bëjmë piknik? Bëjmë piknik është I thon fshatit Kajm, dhe që ku është Gjalica, është mali Kolesianit, dhe është një shpat. Po aty mundesh me pa kukse ha sekret. I thash, bëjmë piknik. Morëm buk, dolëm, dradhëm duhan, bom muhabet, ajri I pastër, knoshën bilbila, vinte era e malit luleve të ndryshme. Qetësi. Jeshin vend tam. Strazon kërkush. Si vjen, si kthehen njerëz, masa e qartë, masa e thjesht, bën kushtet shtetësore, bën kushtet e shkollës, që fëmia ka ku me shku. Po, është e kjo tjetër, është betonizu veni, s'ka kande lojnësh, ku me lujt fëmijët, në asnjë qytet. Asnjë qytet, do të thonë, është rrezik për fëmin me bë me lujt. Sepse vrahet sen tjerë. Në krahasim me Britaninë ku ju jetoni, apo vende tjera të Europës, po në përgjithësi besoj, nuk e di që kur pas largimit tuaj keni filluar ta vizitoni Shqipërinë dhe sa rregullisht, po nuk e di, e shikoni një ndryshim në infrastrukturë, në ekonomi, në investime? Është dhe kjo tjetër, është shkeleshko, nuk ka standard etike, nuk ka standard mirëfillt, është në kuptimin mirëfillt fjalës kopjim, nuk e ka identitetin që kemi, në stilin që mund të thash kjo është stil shqiptar apo tjetër. Sigur kemi pa kullat kanë qenë me gurë e tjerë, kanë pas strukturën e vet. Nuk është, janë shumë ngjyrëshe me stile arkitekturore që në kuptimin e shumë dobët fjalës. Këtu që kërkohet një farë mendimi, ç'a do bëjmë, si do ta bëjmë. Tash, po plotësove infrastrukturën shoqërore, me shëndetësi, me arsim, pastaj me rrugë, me punë që prodhon diçka, e shet, e eksporton, shton vlerë, bjen të ardhura, rriten rrogat, e tjerë. Bone shëndetësinë, bone arsimin, bone këto tjerat, dhe njerëz, se janë më mirë në vetë se sa në vend tjerë. Plus, po ta marrim kostën e tjetuarit jashtë shtetit,
është bo shumë e rëndë. Gjithsesi, për gjitha këto ka një kosto. Po. Dhe duhet një buxhet. Po. Shpesh në përfushata shikojmë ku premtohet çka do. Si për shembull rritja rrogave, rritja pensioneve, nganjëherë me dyfishime. Po këto janë çesharake. Më fal, këto janë aventurierë që marrin teori ekonomike. Më fal. Po pikërisht pa kështu në mënyrë mirë thillt, as i dieni impakti si çfarë thon. Unë këtë dua të them dhe është diçka që dashur pa dashur përgjithësi dhe partitë e reja bien prej kësaj duke u munduar që të ofrojnë, nuk e kam fjalën kryesisht për Aleancën Kombëtare Shqiptare, por që të sjellësh një ndryshim, që të bësh diçka, kërkon një buxhet. Dhe nëse buxheti nuk ekziston, si do të sjellësh ndryshimin? Si thonë anglisht, a state of mind, ndërgjegje. Sparja nis me ndërgjegjen, që njerëz do të thonë, ore nuk do si zan bes më këtyne, se më kanë ushqyer mu boll me Luk Bosh. Në rastin e Kuksit, me Luk Bosh sa herë, sepse ti thash statistikat se janë njerëz të pa ushqym, foshnjë që po vdesin etj. Ne nuk premtojmë mrekullina. Po pikërisht çfarë premtoni Kuksit? Ju Është personalisht dhe Aleanca Kombëtare Shqiptare Kuksit të Shqipërisë. Është mirëqeverisja, Spari. Spari duhet me pa librat. Me pa qa është, ku është, tek është. Pastaj dalin pyetjet, ku ka shku, pse ka shku, a është ndjek protokolli, a është ndjek ligji, kush ka përfitu, si është përfitu, a është ke premtu mu ti këtë letër, a më ke dhënë mu këtë letër. Qa, për kjo është një investigim për shkuarën, por çfarë do nuk të është, duhet me pa se çka ka ndodhur për me planifikuar se çfarë do bëhet. Okay. Edhe Spari, po marrim shembullin e vllazëve tonë që i kenë në veri Kosovës. Mirëqeverisje po bëhet. Ku ishte Albin Kurti, se nuk kanë kriju qeveri. Është një fakt i mirëqeverisjes. Kur ishte Albin Kurti? Kur ishte Albin Kurti. Jo më parë. Statistikat tregojnë janë më së qarta, po jo, fakti i mirëqeverisjes ndikon shumë se si administrohet buxheti. Ore, po hangë shumë bën edhe keq. Domethënë, do me ditë se ç'a më thon, ku më dhan, tek më dhan. Pa ama që jemi në dieni që mirëqeverisja është prioritet i parë, arsimi i dytë, natyrisht vjen edhe ekonomia, edhe në fund kolon principale është siguria kombëtare. Se këtu doja dilja në fakt, mbase ju përmendë, nuk e dini se këto janë 2 o 3 pikat kryesore të Aleancës Kombëtare Shqiptare, bazuar në programin që ka të forcë politike. Ku mendoni që është pika kyçe apo pika më favorizuese për ju që mund t'ju ndihmoj që të akumuloni vota jo vetëm në Shqipëri po edhe në diasporë, por dhe një premtim që angazhoni ta mbani? Tash me ndërgjegje, njerëz duhet të kenë ndërgjegjen e plot për ka po votojnë, pse po votojnë. Ato që nuk e kanë bërë për 35 vjet nuk mund ta bëjnë më. Nuk e kanë kapacitet, sepse po ta kishin, e kishin bërë. Shkurt. Kanë një metodë qeverisje që e kanë. Qa është e tyne, është mbi shpirtin e tyne. Bile unë e them, kanë bërë krime të ndaja. Dhe është mirë që ne si kom, si shtet përparim, ato duhet pendohen. Jo, si thonë anglisht, të double down, me kam gull që s'kam bërë gabim edhe vazhdojmë. Të lutem, jo, se nuk mund t'i thush Europës, unë du më ardhë me hynë në Europë, kur ke njerëz që Europa e shef që ti do t'jesh barë ekonomike për to. Dhe për ndryshim Aleanca Kombëtare Shqiptare do bëj? Do bëj mirëqeverisje, o vëlla, mirëqeverisje, Spari, mirëqeverisje, rrit mirëqenien e njerëzve. Ne kemi njerëz që akoma nuk ushqehen si duhet. Njerëz nuk kanë shkurt, buk me hangër. Okay. Ne nuk kemi luksin me bo politikë kundra merrti një fuqi ndërkombëtare. Ti jemi të vetëdijshëm, ta dim se ku jemi. Se ne nuk, më fal për shpejt, ne nuk mund të fluturojmë me presh. Ju kuptoj. Jo, mos t'ja bëjmë çefin vetit. Jemi karizmatik, jemi popull që jemi ardash,
e kemi qef me bo qef e tjerë, është gjë tjetër, por nga ana kombëtare është komplet ndryshe. Të jemi të vetëdijshëm ku jemi, sa thellë jemi e ku duhet me qenë. Edhe kjo nuk bëhet brenda ditës, brenda një vitit, ose edhe brenda dekadës. Po ama duhet me marrë kthesë se mënyra e qeverisë si është sot, si ka qenë, ka marru, duhet me marru. Okay. Para disa muajsh përpara regjistrimit të Aleancës Kombëtare Shqiptare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç thash përpara, pata rastin të kemi një intervistë me kryetarin e kësaj aleance, zonjën Elena Kocaqi, dhe e pyeta për financimin në parti. Në atë kohë ajo më tha që ishte një vetë financim, por që dhe ajo u shpreh se nuk mund të mbahet dhe shumë gjatë me vetë financim. Nuk e di se si është tashmë financimi i kësaj partie dhe kur bëhet fjala për vetë financim, flitet për antarët edhe rrjet i ngushtë i kësaj partie. A u është kërkuar ju që dhe ju personalisht keni dhënë kontributin tuaj për vetë financim edhe nuk e di se çfarë financimesh keni tashmë, a keni një mbështetje nga shqiptarët në Shqipëri apo nga shqiptarët në diasporë për t'ju mbështetur financiarisht, sepse normalisht fushata donë dhe buxhet, ne folëm përpara për buxhetin, çdo gjë do një buxhet. Kushton, faleminderit, uroj para se dhja përgjigj uroj që ky vëzhgim mikroskopik që na bëhet ne partive të reja, ty bëhet edhe këtyre të ndaja. Se këto janë më marrë rrezik, lutem, sepse ato që japin ta shfrytëzosh edhe si një thirrje për të financuar ju si parti. Absolutisht, sepse këto parti të ndaja që financohen në mënyra pa kontrolluar. Tash ti jepet borxh, do ta kthesh borxhin. Po ama në rang qeveritar është shumë e rrezikshme. Ne akoma partia u deshtet që të ratifikohet nga shteti, është një llogari bankare, bëhet thirrje bashkëdhetarëve, sa do që kanë mundësi të dhurojnë, ka një llogari bankare, kështu që edhe të na ndihmojnë. Ne e shohim, unë e shoh këtë si tip misioni, jo karrierë, sepse janë ndjenjat e shpirti që më lidh me këtë gjë. Kështu që u them bashkëdhetarëve, lutem, na ndihmoni, sepse politika kërkon, është e nevojshme, është jetike që të kese financë, po ama ne kemi këtë që nuk kemi të varëm ndaj kujt. Kemi dhënë kontribute, na është kërku, kemi dhënë kontribute, po jo, domethënë në stërmundime. Mos më keq kuptoj, kanë qenë janë më se i vetëdijshëm, që nëse është puna me hap libra, mund t'i hapim edhe mund të shifin se ku edhe sa kanë ardhur, nga kanë ardhur. Buxheti akoma është pothuajse non-existent, sepse fill pas ratifikimit u hapën zgjedhjet. Edhe nuk ka pas kohë që a me bo strategji, a me bo fushat, a me bo thirrje për donacione, për dhurime. Por do t'i postojmë dhanat e llogarisë bankare të partisë, bëj thirrje që të na mbështesni. Edhe bëj thirrje jo vetëm me vote, me urime, po edhe me financë, sidomos ato të diasporës. Qartë. Shikon, kjo ishte një thirrje për pjesën financiare, po besoj që do keni edhe dëshirë të bëni edhe thirrje dhe mesazhe tjera edhe për mbështetjen me anë të votës, duke qenë se jemi në fund të emisionit, zoti Rexhmati, unë dua t'ju jap mundësinë që nëpërmes ekranit të televizionit Albi UK të bëni dhe një mesazh, megjithëse ne edhe sapo shfaqem një spot elektoral tuajin, por të bëni një mesazh apo një thirrje edhe për mbështetjen me votë. Shumë faleminderit, bëj thirrje bashkëdhetarëve, jo vetëm për qarkun e Kukësit, por e gjithë Shqipërinë. T'jemi ndërgjegjshëm, t'jemi vetëdijshëm, sepse këtu në këto zgjedhje kanë shumë peshë. Nga ana historike, por me marrë një kthesë nga një drejtim që është komplet i gabuar. Nga një drejtim që po saboton jo vetëm individin në rang shoqëror, po edhe kombin. Edhe kemi nevojë për drejtim të ndryshëm. Ne jemi më se transparent, ne jemi atë detar që e duam vendin, e duam popullin, edhe për këtë kemi hyrë në rrugën që kemi zgjedhur. Kështu që bëj thirrje në mendimin 10 maj. Nëse s'ke votuar më përpara, dil, voto, po voto
me ndërgjegje të pastër, voto duke pas parasysh se çka ka ndodhur në vitet e dekadat më përpara, dhe voto me shpresë, sepse çdo rrugë fillon me i hap. Ne jemi të gatshëm me u shërby. Edhe nuk kemi impenjime të tjera, nuk kemi të komprometuar. Të lutem, na mbështetni. Kemi nevojë për çdo vot. Edhe në 11 maj votoni. Votoni për Aleancën Kombëtare Shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zoti Rexhmadaj që ishit pjesë e emisionit universal këtu në Albukej TV dhe unë ju uroj shumë suksese ju dhe forcës suaj politike cilën ju përfaqësoni nga diaspora. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ky ishte edhe emisioni i sotëm me të ftuarin Elvis Rexhmadaj, kandidat për deputet në siglën e Aleancës Kombëtare Shqiptare. Unë ju falenderoj që ishit me ne. Së bashku do shihemi në emisionet e tjera. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. Natë e mirë.